një ndër njerëzit më të ndershëm dhe më objektiv që e ka Maqedonia. Dhe president më të mirë se ai s'ka pas kur Maqedonia. Edhe shkaku i asaj nuk u zgjodh president. Shkaku i asaj nuk e votuan edhe shqiptarët. Partitë shqiptare nuk e përkrahen. Pse s'duan ata president për shqiptar. Si ka mësi që parti politike shqiptarë s'duan nuk e përkrahen. Ja e them publikisht, nuk e përkrahen. Kandiduan kandidat të vetë, erdhe edhe vetëvendosja, atje propozoi edhe i thanë vetëvendosjes që mosni se do të humbe ky presidenti vetëm që kur s'ka pas president më pro-shqiptar Maqedonia, sepse edhe shefin e shërbimeve sekrete shpall e vroi shqiptarë. Në intervistë. Po, gjitha këta. Mirë po, erdhi atje edhe duke lutur kryetarin e vetëvendosjes që mos kandidoni, thuja atje këtyne të vetëvendosjes mos kandidojnë që të mund të zgjidhet. Jo vlla. Shkuan variant këtë gjyshe na e zgjodhen që me prum Prishtinë ditë kthehet në Shkup. Edhe që ajo ka qenë gjithmonë anti-shqiptare, ajo ka lind që tjetë anti-shqiptare. Mirë po shqiptarët e zgjodhen, vetëvendosja e zgjodhi. E zgjodhe edhe kryeministri i Kosovës. I u tha kryeministrit Kosovës që mos, se zotriu ka ardhur deri në Prishtinë të flet me kryeministrin e Kosovës. Për të bërë kërkesë për ta mbështetur? Unë e kam këtë dhanë. Ka ardhur që të flet edhe që të mos, mirë po nuk u përfill. Do me thënë, ne shqiptarët, a që luftojmë ndë njerë vetë vetën, sa që ajo është në kufime absurde, ajo nuk ka shpjegim racional. Në të vërtet, nuk mundesh me asnjë parametër politika të shpjegosh. Si të shpjegosh ti sot këtë, që e keti vlenin, që thot mirë është thot. Gjua thot është zyrtare. A del atje i kushtetutës, gjykatës kushtetutës, e thot kështu. Thot mund thot dënimin, do me thot paret kur ti merë, s'don të ti merë në gjuhën shqipe. Thot let jetë vetëm maqedonisht edhe anglisht. Po ku i drejtohesh ti anglisht? Cilët anglez janë në Maqedoni që u drejtohesh anglisht, atë nuk do në mu të më drejtohesh në gjuhën shqipe. Po kjo është mos përfillja 30%. Dhe unë e kam thënë e do e përsëri. Të jesh 30% në një shtet, e të lutesh të ta zyrtarizojnë gjuhën shqipe, nuk duhet të ta zyrtarizojnë, ja unë e them. Ti nuk vlen kur gjë. Si faktor politik, ti je një zero e madhe. Sepse 30%, ai shtet më shumë varet nga ky 30%-shi, se sa nga i 70%-shi. Pse? Kur don ta destabilizon? Po atë që përmenda unë edhe më parë. Askush të përfillin as institucione ndërkombëtare, se të shojnë çfarë mos të je. Se ti, ata dikur rrishin qeveri që për intereset veta, këta rrinë qeveri disa prej këtyne që mos shkojnë në burg, edhe ti nëse profesion të pare ke hajdutrin, edhe ti dënë të më flasish për patriotizëm, a i vëllat ka ble, a i ka lidh, edhe a i e din që s'ka problem me shqiptarët. A i e din që 30% shima është njëjtë si zero. Sepse përfaqësuesit i ka njerëz të cilët përfaqësojnë vetëm vetveten edhe atë që e kam thënë në mënyrë më të vrasht, që vëlla janë shqiptarë, ju kujtohet që janë shqiptarë vetëm derisa janë ministra. E në këto rrethana,